Numërimi I votave të diasporës ka sjellë një zhvillim të rëndësishëm në skenën politike të Kosovës, duke I siguruar lëvizjes vetëvendosje mandatin e 53 në përbërjen e parlamentit të ri. Rezultati forcon pozitat e kryeministrit në detyrë Albin Kurti në përpjekjet për formimin e ekzekutivit të ri, pasi ofron vetëvendosje shumicën e nevojshme për 61 votash në kuvend. Sipas llogaritjes paraprake me mbështetjen e deputetëve të komuniteteve jo serbe dhe të mandatit të Nenad Rasić, vetëvendosje mund të sigurojë të paktën 62 vota të mjaftueshme për ngritjen e qeverisë së re. Mandati 53 I është marrë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila pritshmëritë fillestare për 20 deputet zbret në 18 ulse në parlamentin e ri. Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 22 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka arritur të fitojë 7 mandate. Votat e diasporës, përfshirë ato në përfaqësi diplomatike dhe votimin në post, kanë luajtur në rol vendimtar në rezultatin përfundimtar, duke I shtuar vetëvendosjes 5 mandate shtesë. Nga këto 48 mandate janë siguruar nga votimi brenda territorit të Kosovës. Megjithatë, edhe pse formimi I qeverisë duket më I arritshëm, sfida e radhës me Kurtin mbetet zgjedhja e presidentit të ri të vendit, proces që kërkon një shumicë më të gjerë parlamentare dhe bashkëpunim me forcat opozitare. Aktualisht, posti I presidentit të Kosovës mbahet nga Albulena Haxhiu, ndërsa zhvillimet e ardhshme pritet të përcaktojnë konfigurimin e ri institucional në vend.